Mamin e pash duke e bërë atë punë me burrin e tezes. Ishte vera e vitit 1997 dhe unë isha një djalë 13 vjeçar me gjoksin e mbushur me çelik dhe mendjen me pyetje pa përgjigje. Shkolla kishte mbaruar dhe u dërgova për 2 javë në shtëpinë e tezes në Bregdet, një vend ku prindrit e mi besonin se do të gëzoja diell dhe ujë, po kur pash diçka tjetër. Shtëpia e tezes ishte e madhe, e vjetër dhe kishte korridore të gjata që kishin përmendur. Burri i tezes, Sokoli, ishte 2 vjet më i ri se tezja, me flokë të zeza, të zbehta dhe një buzëqeshje që i dilte vetëm kur tezja nuk ishte në dhomë. Mami më kishte lënë atje dhe u kthye në qytet për një punë të rëndësishme. Së fundmi, prindrit e mi nuk flisnin shumë. Nëna ime ishte më e largët se zakonisht dhe babai më shikonte me një trishtim në sytë që nuk e kuptoja. Natën e dytë, u zgjova në mesnatë nga një zë i çuditshëm. Ishte një pëshpëritje, një murmurim e errët që vinte nga balkoni i katit parë. U ngrita dhe dola nga dhoma në korridor. Era e natës solli zëra më të qartë. Zërin e Sokolit me një zë femëror që nuk ishte i tezes. Zëri i Sokolit tha: "Kur nuk më harxhon fare." Dhe zëri femëror ju përgjigj: "Nuk harxojmë fare." U dridha. E njoha atë zë. Ishte mami im. Pa bër asnjë zhurmë mu afrova deri në fund të korridorit. Drita e hënës dërgjej përmes dritares së madhe dhe pam një skenë që do të mbetet e gdhendur në kujtesën time për gjithë jetën. Në balkonin e gjerë, mami im ishte e shtypur kundër gardit prej hekuri. Mbante një fustan të lehtë veror që fluturonte në erë të lehtë. Sokoli qëndronte pas saj, i afërt shumë. Duart e tij mbi duart e saj mbi gardin e hekurt. Për një çast mendova se thjesht po flisnin, po shikonin detin së bashku. Pastaj Sokoli lëvizi. Një dorë e tij ra nga dora e saj në hijen e saj. Fustani i lehtë u shtrëngua kundër trupit të saj dhe unë pash profilin e kofshëve të saj më të rrumbullakta se sa i kujtoja. Mami u përkul, përpara si t'ishte rënë në një gjunjë. Sokoli u përkul mbi të. Duart e tij u ngritën dhe zun krahët e saj. Pamja ishte e çuditshme, si një përqafim i përdredhur, i dhunshëm dhe i ëmbël në të njëjtën kohë. Pastaj dëgjova një psherrëtim të thellë, të mbytur. Mami ktheu kokën anash dhe në dritën e hënës pash fytyrën e saj të mbyllur, buzët e ndara, një shprehje që kur më parë nuk e kisha parë. Një përzierje, dhimbje dhe dëshire, dorëzimi dhe pushteti. Sokoli lëvizi prapa pak dhe duart e tij rëshqitën për gjatë kofshëve të saj. Fustani u ngrit ngadalë, duke zbuluar kofshë të zbeta në dritën e hënës. Njëra dorë e Sokolit u fut nën fustan dhe mami tërhoqi frymën thellë, një tingull që mbushi natën. Për një çast të tmerrshëm mendova se do të bënte diçka, do t'i bërtiste, do ta shtynte, do t'ia kthente, por në vend të kësaj ajo përkul edhe më shumë përpara, duke e lënë Sokolin të përfshihej më thellë në errësirën midis kofshëve të saj. Duart e Sokolit u bën më të shpejta, më të përcaktuara, e pash lëvizjen e krahut të tij, rrahjen e ritmikut që po vendoste. Mami troqi kokën lart, si një gjaharen që merr frymë para se të zhytet dhe pastaj lëshoi një pshertim të gjatë, të mbytur që më bëri të dridhesha në të gjithë. Ata qëndruan në atë pozicion për një kohë të pafund, ai duke lëvizur dorën në fustan, ajo duke u përkulur kundër gardit, trupin e saj duke e lëkundur me lëvizjet e tij. Pastaj Sokoli e ktheu mamin duke e kapur për shpatullash. Tani ata ishin ball për ball. Fytyrat e tyre ishin të afërta, të përziera në hije. Pa fjalë, Sokoli e çoi dorën e mamit poshtë, drejt mesit të tij. Mami u tund, si të refuzonte, por ai vazhdoi të çonte dorën e saj. Pastaj pam gishtat e saj të kapërcehen rreth diçkaje që nuk mund të shihej në errësirë. Sokoli u përkul përpara dhe e puthi. Jo siç e puthin prindrit, por me urgjencë, me zjarr, duke e kapur faqet e saj me duart e tij dhe duke e tërhequr atë më afër. Dhe pastaj, me e habitshme e të gjithave, mami ju përgjigj. Duart e saj u ngritën dhe e kapën pas qafës së tij, duke e tërhequr atë më afër.
Ata u puthën për një kohë të gjatë, ndërsa era sillte tingujt e tyre të frymëmarrjes së shpejt drejt meje. Sokoli tha diçka që nuk e dëgjova, dhe mami tundi kokën. Ai tha diçka tjetër dhe ajo u ndal. Pastaj, me një lëvizje që dukej si dorëzim i plot, ajo u kthye përsëri dhe u përkul mbi gardh. Sokoli zgjidhi disa butona në shpinë dhe pastaj pjesa e sipërme e fustanit u lëshua, duke zbuluar shpatullat e saj, kurrizin, një pjesë të prapanicës së saj. Një moment qëndroi pa lëvizur, duke e parë atë. Pastaj u përkul mbi të dhe mami pushoi së qëndruari. Më në fund, ajo u shtri mbi gardh dhe trupin e saj të përkulur si një hark dhe Sokoli hyri në hijet midis kofshëve të saj. Lëvizjet e tyre filluan ngadalë, me një ritëm të rëndë dhe të thellë. Çdo goditje e Sokolit e shtynte mamin më fort kundër gardhit të hekurt. Ai mbante njërën dorë mbi gojën e saj si për të mbytur tingujt dhe tjetrën rreth belit të saj, duke e tërhequr atë prapa kundër vetes. Unë nuk mund të largohesha. Këmbët e mia ishin të ngrira në vend. Pamja ishte e tmerrshme dhe bukur, e ndaluar dhe magjepsëse, pash trupin e mamas, të njëjtin trup që më kishte mbajtur, më kishte lënduar, më kishte ushqyer, tani i përkulur në dëshirën e një buri tjetër. Sokoli u përkul mbi të, duke i puthur qafën, shpatullat, zëri i tij ishte i ulët, i përvëluar. Ti je më e mirë se ajo. Kur mami nuk tha asgjë, vetëm lëshoi pshertima të shkurtra të mbytura çdo herë që ai lëvizte. Duart e saj ishin të shtrënguara rreth shufrave të hekurta të gardhit, knukullat e saj të bardha në errësirë. Pastaj ritmi u ndryshua, u bë më i shpejt, më i ashpër. Sokoli troqi kokën lart, fytyra e tij e shtrëmbëruar në një grimacë që nuk e dija nëse ishte dhimbje apo kënaqësi. Një rënk e thellë doli nga gryka e tij dhe ai ra mbi mamin, duke e mbajtur atë të shtypur kundër gardhit. Ata qëndruan të palëvizur për një minutë, ndoshta më shumë. Vetëm frymëmarrja e tyre e rëndë dhe e shqyer thëriste në erë. Pastaj Sokoli tërhoq. Mami mbeti e përkulur mbi gardh për një çast, si e thyer. Ai i ndihmoi të drejtohej, duke i rregulluar fustanin, duke i kapërcyer butonat. Pa fjalë, e përqafoi duke e shtrënguar fort dhe ajo e ktheu përqafimin duke fshehur fytyrën në qafën e tij. Më në fund këmbët e mia u lëshuan. U largova me heshtje duke u kthyer në dhomën time. Gjumi nuk erdhi atë natë. Shtrihem në shtrat dhe pash përsëri skenën në balkon duke u përpjekur ta kuptoja. Ditën tjetër, mami erdhi të më merrte. Tezja e përqafoi fort në portë. "Kalofsh mirë, motër," tha Tezja me zë të ngrohtë. Sokoli qëndroi pak më larg. Kur mami ju afrua për t'i thënë mirupafshim, ai e përqafoi shpejt patjetër. "Kujdesu për veten," tha ai me zë të ulët. Mami ju përgjigj. "Gjithmonë." Në makinë, gjatë gjithë rrugës për në qytet, ajo heshti. Kur kthehemi në shtëpi, babai, duke i gëzuar që na shihte. "Si kalove?" pyeti, duke puthur mami në ball. "Mirë," tha ajo, duke i kthyer shpinën dhe duke shkuar në kuzhinë. Atë natë, kur ata u futën në dhomën e tyre të gjumit, dëgjova zëra të ulët. Nuk ishin zëra të lumtur, ishin zëra të hidhuruar, të mërzitur, pastaj heshtje, dhe më vonë, kur gjithçka ishte e qetë, dëgjova një psherrëtim të njohur, të njëjtin psherrëtim të mbytur që kisha dëgjuar atë natë në balkon. I mbylla veshët me jashtëk, por tingulli vazhdoi të më ndiqte, sepse tani e kuptova, ky ishte tingulli i dëshirës. Dhe nëna ime e vërtytshme, e qëndrueshme, e dashur, kishte një dëshirë që nuk kishte të bënte me babain tim. Në vitet në vijim, asgjë nuk ndryshoi në shtëpi, por unë ndryshova. Tani, kur shikoja prindrit e mi, duke u puthur shpejt para se të shkonin në punë, kuptoja se ishte një puthje boshe. Kur i shihja ata duke ecur dorë për dorë në park, kuptoja se ishte një përfundim i detyruar. Dhe kur shumë vite më vonë mami më tregoi se po ndahej nga babai, nuk u habita. "Pse tani?" pyeta. Ajo më pa me sytë e saj të urtë, të mbushur me një trishtim të thellë, "Sepse disa gjëra nuk mund të riparohen," tha, "dhe disa kujtime nuk mund të fshihen." Nuk i thash kurrë se çfarë kisha parat atë natë në balkon, por ndonjëherë, kur takohem me Tezen dhe Sokolin, të cilët janë ende të martuar, shikoj mamin tim dhe kur sytë e saj takojnë sytë e Sokolit,
Për një çast shumë të gjatë, ndjej përsëri erën e natës, dëgjoj përsëri pëshertimin e mbytur dhe përsëri jam ai djalë 13 vjeçar në korridor, duke parë nënën e tij të zbulojë një sekret që do të ndryshonte gjithçka.